Nata e vitit të ri, për shumë familje shqiptare, nuk ka qenë vetëm fest me urime e tavolinë. Ka qenë një moment, një çast ku mbyllet e vjetra dhe hapet e reja, dhe ku çdo detaj merr kuptim. Nëpër shtëpi qarkullonin rregulla që nuk ishin shkruar kurrë, por ishin thënë me zë të ulët: mos e prish qetësinë, mos e zbraz shtëpinë, mos e nis vitin me fjalë të liga. Disa i quajnë bestytni, të tjerë urtësi popullore, por një gjë është e sigurt, këto zakone u krijuan për të ruajtur shpresën, mbarsinë dhe paqen në fillim të vitit. Mos u grind me askënd natën e vitit të ri. Në besimet popullore, nata e vitit të ri shihej si një pasqyrë e vitit që vjen. Prandaj, grindja në atë natë nuk ishte thjesht zëng, por një shenjë e rrezikshme. Thuaj se po hape derën e vitit me nerva, dhe nerva do të rrinë pranë gjithë muajit. Shumë pleq këshillonin: mbaje gojen, edhe po patet të drejtë. Jo sepse e drejta nuk vlen, por sepse fillimi vlen më shumë. Kjo është arsyeja pse nëpër shtëpi shmangeshin temat e vështira, llogaritë e vjetra, fjalët që djegin. Një debat i vogël mund të kthente gëzimin në tension, dhe tensioni, sipas besimit, ngjitet pas shtëpisë. Qetësia e asaj natë shihej si bekim, një mënyrë për t'i thënë vitit të ri hajde me paqe. Edhe sot, shumë njerëz e ruajnë këtë zakon pa e thënë me zë. Mos fli para mesnatës. Të flesh para mesnatës, në mendësinë e vjetër, ishte sikur ta lësh vitin të hyjë pa ty. Thuhej se ai që fle, e vën e gjum fatin, sepse nuk e pret vitin e ri me sy hapur. Nata e ndërimit të viteve konsiderohej si një çast i rrallë, ku koha bën një kthes dhe njeriu duhet të jetë i pranishëm. Prandaj, edhe kur njerëzit lodheshin nga dita e gjatë, përpiqeshin të rinin zgjuar, me familjen, me një gotë verë, me zjarrin që digjej, ose me dritat ndezur. Në disa zona, thoshin se gjumi para mesnatës sillte plogështi, mungesë vullneti dhe vit të përgjumur. Nuk ishte thjesht bestytni, ishte simbolik. Vigjilenca në fillim të vitit do të thoshte vigjilencë në jetën e përditshme. Për këtë arsye, edhe fëmijëve u bëi qefi të rinin zgjuar, sepse kështu do të rriteshin me fat. Mos nxirr asgjë nga shtëpia. Një nga rregullat më të forta të fundvitit ishte: mos e zbraz shtëpinë. As buk, as krip, as para, as sende. Besohej se çdo gjë që del nga dera natën e vitit të ri, merr me vete edhe mbarsinë. Shtëpia duhet të qëndronte e plot, sepse plotësia atë natë ishte premtim për bollëk gjatë vitit. Nëse dikush kërkonte diçka hua, zakonisht ja ktheni me të mirë, por pas mesnatës, ose i thoshin hajde nesër. Madje në disa familje, as plehrat nuk nxirreshin, që të mos nxirrje fatin. Ky besim lidhej me frikën nga mungesa, një frikë që dikur ishte shumë reale. Prandaj, rregulli kishte një kuptim të qartë: ruaj atë që ke. Nis vitin me shtëpinë të mbushur, dhe shpresa do të mbushet po ashtu. Edhe sot, kjo ndjesi mbetet. Njerëzit duan që natën e fundit të vitit, shtëpia të ndihet e ngrohtë dhe e sigurt. Mos hyr në vitin e ri me borxhe. Borxhi, në mendimin popullor, nuk ishte vetëm çështje parash, ishte barr. Thuhej, si e nis vitin, ashtu e çon. Nëse hyje me borxhe, mendohej se do të hyje me shqetësinë, dhe shqetësimi do të bëhej shok i përditshëm. Prandaj, njerëzit përpiqeshin të mbyllnin detyrime, të paguanin çfarë kishin për të paguar, të shlyenin një hua, ose të paktën të rregullonin fjalën medik. Nëpër shtëpi flitej me zë të ulët: mos e fut borxhin në prag. Dhe pragu nuk ishte thjesht derë, ishte simboli i kalimit. Ky besim kishte edhe një anë morale: të mos i hysh vitit duke ja lënë tjetrit barën e pritjes. Edhe kur s'kishte mundësi, rëndësi kishte përpjekja dhe sinqeriteti. Të mos e lësh lëmsh, sepse sipas urtësisë së vjetër, lëmshi rritet po nuk e preke. Mos qaj natën e vitit të ri. Në shumë familje, qara natën e vitit të ri shihej si shenjë e rëndë. Jo sepse njeriu s'duhet të ketë dhimbje, por sepse besohej se lotët hapin një vit me trishtim. Për këtë arsye, edhe kur kishte mall, humbje apo breng, njerëzit përpiqeshin t'i mbanin ndjenjat brenda për atë natë, të paktën derisa të kalonte mesnata. Pleqt thoshin: mos e përlot vitin e ri. Dhe kjo frazë nuk nënkuptonte mohin, por një kujdes simbolik, natën e fillimit të vitit, përpiqu të gjesh dritë. Disa familje e kthenin këtë besim në gjest të thjeshtë, i thoshin njëri tjetrit një fjalë të mirë, nisnin një këngë të lehtë, ose e shpërqendronin zemrën me bisedë. Sepse ideja ishte kjo: vitin e ri mos e prit me zemër të thyer, por me shpresë.
E shpresa, sipas tyre, është një lloj mbrojtjeje. Kush hyn i pari në shtëpi ka rëndësi. Ky është një besim i njohur. Personi i parë që hyn në shtëpi pas mesnatës, thuhej se sillte energjinë e vitit. Disa e quanin hapi i parë i fatit. Prandaj, familjet donin që i pari të ishte dikush me fjalë të mirë, i qeshur, i mbar. Në disa zona, preferohej të ishte burr i ri ose fëmijë, si simbol force dhe rritjeje. Diku tjetër, thjesht një njeri që nuk i sjell tërsin shtëpisë. Nuk ishte urrejtje për të tjerët, por frikë e butë ndaj të panjohurës. Madje, disa e bëni me marrëveshje, kushdo hyj i pari, troket lehtë, futet me urim, dhe le pas një shenjë të mirë, një portokall, një monedhë apo një copë ëmbëlsirë. Kjo e kthente momentin në ritual të ngrohtë. Ideja ishte e thjeshtë, le të jetë hapi i parë i vitit një hap me bekim. Mos hyr në vitin e ri pa thënë një fjalë të mirë. Sipas besimeve, fjala e parë pas mesnatës kishte peshë. Urimet nuk ishin formalitet, por çelës i vitit. Prandaj, njerëzit kujdeseshin, të mos thonin fjalë të rënda, të mos ankoheshin, të mos përmendin sëmundje, varfëri, humbje. Në vend të kësaj, thoshin me shëndet, me mbarsi, me dritë, sepse besohej se fjala e mirë e mban shtëpinë të hapur për begati. Në disa familje, edhe telefoni nuk hapej menjëherë, që fjala e parë të ishte mes njerëzve të shtëpisë, jo nga jashtë. Ky zakon i jepte rëndësi komunikimit dhe i bënte njerëzit të ndiheshin të bashkuar. Dhe nëse dikush s'dinte ç'të thoshte, mjaftonte një fjalë e thjeshtë, por e pastër, sepse sipas të vjetërve, fjala e mirë është si dritë e vogël. Nuk të pasuron menjëherë, por të ndriçon rrugën. Mos vish rroba të vjetra. Rrobat e reja për vit të ri nuk ishin luks, ishin simbol. Thuhej se rrobat e vjetra mbajnë pluhurin e vitit që shkoi, me gjithë brengat dhe lodhjet e tij. Prandaj, nëse s'kishte mundësi për të reja, së paku visheshin rrobat më të pastra dhe më të mira. Në disa shtëpi, përgatitja e rrobave bëhej që më parë, sikur po përgatiteshe për një mysafir të rëndësishëm, vitin e ri. Ky zakon kishte edhe një ide të bukur. Njeriu e nderon fillimin me kujdes. Duke u veshur mirë, i thua vetes, unë e meritoj një fillim të mirë. Në zonat e varfra, prindërit sakrifikonin për fëmijët, të paktën ata të kishin diçka të re, sepse fëmia i ri e sjell vitin e ri. Kështu rrobat u bën shenjë shprese, jo thjesht stof. Mos fol keq për askënd. Në natën e vitit të ri, fjalët konsideroheshin si farë. Nëse mbillje fjalë të liga, thuhej se do korje të liga. Prandaj, thashethemet, sharjet, përqeshja, ose të flasësh pas shpine shmangeshin. Pleqt këshillonin, mos e nis vitin me gojë të keqe, sepse sipas tyre, goja e keqe nuk e lë shtëpinë rehat. Ky besim kishte edhe një arsye shoqërore. Festa i bashkonte njerëzit, dhe fjala e keqe e prishte menjëherë atmosferën. Në vend të saj, praktikohej një lloj pastrimi i gjuhës, urime, shaka të buta, kujtime të mira. Madje edhe kur dikush ishte i mërzitur me një tjetër, natën e vitit të ri e shtynte për më vonë, që të mos e helmonte fillimin, sepse sipas traditës, viti i ri është si një gotë e re. Mos e mbush me hidhërim që në glënikën e parë. Mos fik dritat menjëherë pas mesnatës. Drita ishte gjithmonë shenjë mbarësie. Prandaj, fikja e menjëhershme dritave pas mesnatës shihej si mbyllje e gëzimit dhe e fatit. Në shumë shtëpi mbaheshin ndezur dritat, qirind, ose zjarri për pak kohë, si një mënyrë për ta pritur vitin e ri me dritë. Në mendësinë popullore, errësira lidhej me të panjohurën, ndërsa drita me sigurinë dhe shpresën. Edhe dekorimet e sotme me drita, në thelb, e vazhdojnë këtë simbolik të vjetër. Ndriçoje shtëpinë që të ndriçohet viti. Në disa zona, thoshin se drita e ndezur i mban larg fjalët e liga dhe sjell qetësi. Dhe edhe kur nuk flitej për ters, ideja ishte e thjeshtë. Mos e mbyll natën e fillimit me errësirë. Jepi vetes dhe shtëpisë pak kohë të ngrohtë, që viti i ri të ndihet i mirëpritur. Si të hysh në vitin e ri sot, pa presion, pa frikë, me mendje të qetë. Edhe pse shumë nga besimet e vjetra nuk ndiqen më ashtu si dikur, ideja pas tyre mbetet aktuale. Mënyra si e nis vitin ka rëndësi. Sot nuk kemi nevojë për rregulla të rrepta, por për pak qartësi dhe mirësi ndaj vetes. Nata e vitit të ri nuk duhet të jetë provë force apo gar lumturie. Është thjesht një ndalesë e shkurtër për të marrë frymë. Një këshill e thjeshtë është kjo:
Mos e mundo veten të ndihesh ndryshe nga qje. Nëse je i qetë, lejoje qetësinë. Nëse je nostalgjik, pranoje mallin pa faj. Një tjetër gjest i vogël, por i dobishëm, është të mendosh për vitin që vjen jo si bar, por si mundësi. Mund të bësh një listë të thjeshtë, jo me 10 premtime të mëdha, por me disa gjëra reale që do të përpiqesh t'i bësh më mirë. Edhe një fjali e vetme mjafton. Mbi të gjitha, hyr në vitin e ri me një mendim pozitiv për veten. Jo sepse gjithçka do të jetë perfekte, por sepse ti meriton një fillim pa peshë të panevojshme. Nata e vitit të ri ka një rrezik të heshtur në ditët e sotme. Ajo të shtyn të krahasosh jetën tënde me jetët që sheh në ekran. Rrjetet sociale janë plot me festa perfekte, buzëqeshje të rregulluara dhe momente që duken të paarritshme. Por ajo që harrohet shpesh është se ato janë vetëm copëza, jo realiteti i plot. Krahasimi në këtë natë e bën mendjen të harrojë rrugën e vet dhe të përqendrohet tek ajo që kanë të tjerët. Një tjetër gabim i zakonshëm është ta mbushësh natën me alkool, jo për fest, por për të ikur ndjenjave. Alkooli nuk i zhduk mendimet, i bën më të zhurmshme. Ajo që duke si lehtësim për disa orë, shpesh kthehet në lodhje emocionale më një janar. Po aq e rënd është edhe zakoni për ta kaluar natën duke menduar vetëm për çfarë nuk e arritur, gabime, humbje, plane të parealizuara. Fundviti nuk është gjyq dhe ti nuk je në bankën e të akuzuarit. Është vetëm një ndalesë, një moment për të kuptuar se edhe ajo që ke kaluar, edhe ajo që s'ka funksionuar, janë pjesë e rrugës. Hyr në vitin e ri pa e rënduar zemrën me peshë që nuk të ndihmon. Kjo, ndoshta, është këshilla më e vlefshme nga të gjitha. Këto mos nuk u krijuan për të friksuar njerëzit, por për t'u dhënë një ndjenjë rendi dhe shprese në një natë ku gjithçka duke e paqartë. Të parët ta mbesonin se fillimi ka peshë, dhe prandaj e ruani natën e vitit të ri me fjalë të mira, me dritë, me qetësi dhe me shtëpi të plot. Edhe nëse sot i quajmë bestytni, brenda tyre ka një mesazh të thjeshtë. Nis viti me paqe dhe me zemër të mirë. Nëse të pëlqeu kjo video, abonohu te Fakte Morbid dhe shkruaj në komente cilën nga këto zakone e mban ende familja jote.